50, 55, 57. Që për zotën e ma. Ha, për kusho? Për 1 orë, 100.000 shikim, për një ata ke bo, mërë. Le, më kusho mos të qaj se femër. Po shka e burë, po meri provat pasë, a ka burë, shpun ka më me këtë punë. Le me burë, mene, a ka burë, ti do me shku mrena, keq fare më tuket. Gjë. Në fshatin Bogovin, ku një person është kërcenuar me armë në mes të fshatit. Ndisheni intervistën e tij bëhet fjalë për Nebi Meri, Nebi Agë, ku sot, duke qëndruar në veturën e tij dhe duke konsumuar ushqim, pasi kish marrë ushqim nga një pik aty në fshat, është kërcenuar me armë dhe është bërë të... Që rrinë si babë, shqipe. Që rrinë një bja si babë. Sopave. Të bosh sopave. Faleminderit. Tani këta i thonë pala prej Aronit, po une nuk kam lidhe, ti mundesh me kënë tim, mundesh me kënë kush do të shlidhe, ka mund në shok. Gjë. Një skandal ka ndodhur në fshatin Bogovin, ku një person është kërcenuar me armë në mes të fshatit. Ndisheni intervistën e tij bëhet fjalë për Nebi Meri, Nebi Agë, ku sot, duke qëndruar në veturën e tij dhe duke konsumuar ushqim, pasi kish marrë ushqim nga një pik aty në fshat, është kërcenuar me armë dhe është bërë të... Sopave. Të bosh sopave. Faleminderit. Hajde. Çfarë do të thosh? Çfarë do të thosh? Pala, si do dhe ngjarja, ti ishe në veturën tënde edhe? Unë isha në live stream, isha në TikTok, gjatë live streamit isha duke konsumuar ushqim, edhe erdhë u parku një makinë me targat e Shkupit, një Mercedes, edhe e hapi drejtaren e në tha, Nebi Aga tha, ketë fala nga një personi TikTok që kisha pas mos marrëveshje në TikTok, disa muaj më parë, i njohur në TikTok, edhe tha ketë fala, tha, dhe ki supozohet do me tha personi pasagjer, ishte me telefonin duke miqëzuar, edhe shoferi automatikisht, kur më tha ketë fala dhe nëzori pistoletër, drejtohet nga unë. Unë ndërkohë isha live në TikTok. Të nëqëmë se sa ora ka ndodhur fiksione, në ora 4, në ora 16. Po, edhe u largohen ato me shpejtësi nga ngjarja, u largohen edhe unë vazhdova rrugën për shtëpi, duke vazhduar të poshtë për rrugës për shtëpi, pash se disa vetura ishin të thera në fshat, aty, edhe ndërkohë ishin disa foto, disa video. Në ndërkohë, Nebi Meri ka njoftuar miqtë e tij, një shtore pa cenzurë dhe njerëz të cilët kanë edhe policinë, në të cilën kanë mundur të japin informacion për veturën me targa të cilët e ka fotografuar si dëshmi për ta pasur. Në ndërkohë kemi informacion se e njëjta veturë ka thyer pikpagesën në Tetov dhe në Shkup. Tetov, Shëllim dhe Shkup, ndërkohë që vishin mu videot, për arsye se unë nëzora automatikisht veturën, kjo veturë thash më ka bo atentat, e njoftova edhe policinë, e ndërkohë miqtë në tregueshin do me thonë se ku gjendet vetura për momentin, kjo është e gjitha, do me thonë unë gjehem shumë i kërcenuar dhe i friksom normal se unë isha në live stream për qef, ajo më drejtoj armën, shtë njeri friksohet. Kërcenum, që jarë. Unë besoj që s'ka maskë për para policizme. Ai personi që një bëmë që këtë fana nga të unë zhjith probleme. Po është nalë 25 dhe eran, ishe njënin që zotë dhe tjetëri, shoferi ishte me pistolet, dhe me thonë drejtuar pistoletën. Meje, tjetërin që zoj. Në makinë ndajtën, nuk ndullu për makinë, kjo është. Rasti është denoncuar në polici, presim që të identifikohen autorët, për shkak se policia ka shumë të lehtë të identifikojë autorët. Ngjarja është në kamera, pasi ato të njëjtë ka shkuar nga Bukovina deri në Shkup. Atentat që ja rob në bis. Verifikimi vetura është. Shikoj e kozak, Oje, shoki së kanë, se kush e ka bo, nështë ta kanë bo për shaka, qunët, shumë për gallot. Për shaka pa levu. Edhe kanë përmenë kote e mërë në Aroni, unë du me thonë që ta din, të tonë unë nuk kam hakasile me këtë qeshtje, asë nuk merë me këtë sene, këtë zëne jashtë lidhshme. Hajde mos më mesir. Pasharë, me sprejmë. E kam sinqerisht se folë edhe me Nebi, nuk s'kam hakasile. Po zotit, disë si kanë ba për gallotë. Janë gjana që i nodhin qdo kujtë. Se menova, mos ka po sjede se isha në gjumë, mu vëz, isha gjumë. Po jo më shqede ka